Jam një nënë 3 fëmijëve desha me prej kurban, a ban unë me pagu? Allahu të rujt ata fëmijë, inshallah Zotit fal akoma ma shumë, nëse ke mundësi, lind hala, bile edhe një 2. Nona me prej kurban, nëse ke për qëllim kurban, për kurban bajram, me thjerë kurban, po lejohet. Nëse ke për qëllim për akik, prap lejohet. A ke obligim as kurbanin e kurban bajramit, as kurbanin e akikës, ti si non parimisht nuk I ke obligim, nëse ata kanë babën e vetë. Pastaj mund me diskutu të kurban bajrami, a është obligim I Zotit shtëpis me thirr kurban për familje apo jo. Por në këtë rast unë ndalim të pyetja jote, nëse I ke kushtet dhe ke mundësi thirr kurban, për kurban bajram, banë një jetë për kretë familjen, për fëmijët e tu, për burre, për akrabë familje kanë e kia aty në shtëpitë burrit, vjerrije ose kush do të qofshin. Nëse ke për qëllim kurbanin e akikës, që të kanë lind fëmijët, edhe ato preje, nuk prish punë, mund është ti me prej, do më thonë nana me pagu vetë atë kurban. Allahu ta moft kabull, Allahu t'i rujt të fëmijë.